Përgjatë këtij viti, Muzeu Etnografik në Gjirokastër është kthyer në një qendër të preferuar për të vizituar, veçanërisht nga turistët e huaj, në mjediset e muzeut, nëpërmjet relikeve, eksponanteve, materialeve filmike e të tjerë, prezantohen vlerat e traditës dhe trashëgimisë etnokulturore të zonës së Gjirokastrës dhe më gjerë. Pjesa më e madhe e turistëve e vizitojnë Muzeun Etnografik në mënyrë të organizuar, por nuk mungojnë turistët individual, si dhe vizitorët vendas. Përgjatë këtij sezoni turistik, konstatohet një interes në rritje i turistëve për të njohur me vlerat e traditës, folklorit, veshjeve popullore e të tjerë. Duke marrë parasysh sezonin e verës jemi, dihet që edhe numri i turistëve nga gjithë bota që vizitojnë në qytetin e Gjirokastër, gjithashtu e Muzeun Etnografik është në rritje. Dhe presim dhe shpresojmë që këtë vit të kemi një rritje të vizitorëve, sidomos te Muzeu Etnografik, pasi këtu shprehen gjithmonë të kënaqur për çfarë kanë mundësi të njihen me trashëgimin kulturore apo me traditat e qytetit Gjirokastrës dhe shprehen janë pozitiv opinioni për çfarë mund të shikojnë apo çfarë mund të mësojnë për traditat e trashëgimit kulturore të qytetit, specifikisht nga ky muze. Përgjithsisht, grupocha të ndryshme janë vizitorë që vinë me grupe të organizuara me agjenci turistike, janë turistë familjar, do që thonë individual gjithashtu, dhe nga gjithë bota. Nga gjithë bota, specifikisht nga Europa, Holanda, Franca, Gjermania, gjatë muajit gusht presim më shumë italianë dhe turistët italianë dhe turistët spanjoll, por kryesisht nga gjithë bota. Sezoni turistik i verës po regjistron një numër të lartë të vizitorëve vendas dhe të huaj, ndërsa përgjatë këtij viti, qyteti i Gurt është vizituar nga rreth 80.000 turistë.